Sot do të zbulojmë së bashku misteret e fshehura në luginën e Golobordës, ku legjenda takohet me realitetin. Përfytyroni veten duke ecur në përkodrat e thepisura, ku çdo gur mban një histori të lashtë. Thuhet se nën muret e kalasë së Drishtit fshihen arka i lire, plot me thesare të çmuara. Monedha ari që shkëlqen ende pas mijëra vitesh, relike të shenjta që presin të zbulohen. Por kujdes! Sipas gojdhënave, princesha Selja, një shpirt i lashtë, ruan këto thesare me xhelozi. Burimet e fshehtë gurgullojnë kodet e tyre të mistershme, duke na ftuar të zbulojmë hartën e fshehtë që na çonte thesari. A e dëgjoni? Është tingulli i veglave të Skënderbeut që jehojnë në përshekuj, duke na thirrur të zbulojmë të vërtetën. Çdo gërvishtje në mure mund të jetë një udhëzues drejt zbulimit të madh. Nëse jeni gati për këtë aventurë, shkruani thesar në komentet më poshtë. Nëse mendoni se disa mistere duhen lënë të paprekura, shkruani mallkim. Ndani mendimet tuaja çfarë besoni se fshihet në këto kodra të lashta. Mos harroni të abonoheni për më shumë zbulime të tilla magjike nga historia jone e pasur. Së bashku do të hapim dyert e së kaluarës.